Pse sezonet e gripit fillojnë dhe zgjasin gjatë periudhës së ftohtë të dimrit? Shkaqet janë disa. 1. Virusi e do ajrin e thatë dhe të ftohtë. Në temperaturë të ulët dhe lagështi të pakët, virusi i gripit mbijeton më gjatë në ajër dhe në sipërfaqe, kështu që ka më shumë mundësi të kalojë nga një person tek tjetri, sidomos në mjedise të mbyllura. 2. Trupi i njeriut është më i ndjeshëm në dimër. Gjatë të ftohtit, mukozat e hundës dhe fyti thahen dhe mbrojtja natyrale bie. Edhe sistemi imunitar punon më ngadalë kur trupi është në një ambient të ftohtë dhe me mungesë të diellit, pra më pak vitamin D. 3. Gjatë periudhës së ftohtë ne qëndrojmë më shumë në ambiente të mbyllura, më afër njëri tjetrit, në zyrë, në shkollë, në transportin publik, duke dhënë kështu virusit terren ideal për të përhapur me kollë dhe ose të shtima. 4. Virusi udhton me erat dhe ndryshimet sezonale. Ndryshimet e temperaturës dhe rrymave atmosferike ndihmojnë qarkullimin ndërkontinental të viruseve.